Ka marrë tokë në Leven në 2011 dhe çdo vit I kam paguar parat. Edhe erdhi puna u futën te parcela ime që I kam shërbyer, nuk më pyeti njëri se ça bëhet. Është e jote, po ata e kishin pronë e tyre pa ardhur fare tek mua. Së më pyeti njëri që do ta marrin në këtë pronë. U futën, unë asaj parceli I kam shërbyer, ishte tokë që nuk prodhonte, unë shërbeva me ple, stanin e kisha atje, më prishën dhe stanin, ato atje edhe... Sa bakti? Me dhenë, me 100 kokë dhenë. Me dokumente me tërë I kam paguar para në komunë Levan. E mandat arkitimit I kam aty. Po desh ti shikoni kam aty tek karu aty. Prandaj ju lutemi, duam drejtësi. Pra ju keni investuar në këto 3 dekada në këto toka. Në këto toka. Për të qenë prodhuese. Prodhuese. Dhe I kam shërbyer me vija me kollime me të gjitha dhe ma morën pa pyet se po I përsërisim fjalët gjithnjë. Prandaj të duam drejtësi, shteti të njihet shtet. Me argumentet pse të ma marrim më tokë, të vinë këta ne në rreth shtëpisë, kemi ato janë tokat e Boçovës, e të vinë ata nga anës të marrin tokat tona, është e pa drejtë. Kështu mendoj unë, nuk e di se si është e drejta.